personalisht mendoj që ka fitore shumë e meritume e Gjilonit me një gol shumë bukur të Edi Bashës nga jashtë zona. Këtë më në me full pak edhe për Prishtinën që e ka një rrëmje drastike, sidomos në ndeshjet me konkurrentët ose kundërshtarët më të fortë ligës. Parazën me Gjilonin ndeshjen e parë humb sot, i humb 2 ndeshje me Dritën në kampionat edhe në Superkup, i humb 2 ndeshje me Ballkanin në kup edhe në Super League, pastaj humb nga ekipi i fundit Prishtina e Re, edhe nga Malisheva pa shtëpse në humbje 0-2. Ka një rrëmje drastike të formës edhe nëse para 3 muaj ose 2 muaj kemi pa një Prishtinë që do të jetë konkurrenti kryesor për titullin e kampionit, sot nuk mund të themi ashtu sepse ndeshjet kyçe me kundërshtarët ose rivalet kryesor të Superligës Kosovës nuk po tregon një gjë të tillë. Personalisht mendoj kështu. Ndërsa Gjiloni ka pas ditën kur të kthehet te fitoret edhe arriti mjaft mirë tani kundërshtarit duke shfrytzuar maksimalisht edhe duke bllokuar te pikat më të forta. Kështu që Prishtina si duhet